Mark Samson, 23 vjeçar, i akuzuar për vrasjen e Ilaria Sulës dhe një kriminali vetrëfyer, ka shkruar dhe i ka dërguar një letër nga burgu familjes së vajzës, ku kërkon falje për veprimet e tij. Sipas mediave, 23 vjeçari me origjinë filipinase i arrestuar dhe ndodhet në një burg në Rom, po monitorohet nga afër nga frika se mund të kryejë akte vetflijimi. Unë jam Mark Samson dhe po shkruaj nga qelia ime ku do të qëndroj për disa vite. Çdo ditë mendoj për krimin mizor që kam bërë dhe nuk di çfarë të them, por mbi të gjitha nuk e di se çfarë më ka ndodhur. Është banale të kërkoj falje për dhimbjen që kam shkaktuar, por dua t'i kërkoj falje Ilaris dhe nuk desha ta lija. Unë jam çmendur nga pikëllimi dhe kam humbur kontrollin. Jam i vetëdijshëm se asgjë që mund të them apo të bëj sot nuk do ta lehtësoj qoftë edhe pak dhimbjen e familjes. Nuk po përpiqem të zvogëloj përgjegjësitë e mia apo të shpëtoj nga pasojat e veprimeve të mia. Jam gati të paguaj mëkatet e mia pa asnjë justifikim. Sipas familjarëve të Ilaria Sulës, letra nuk mund të fshijë mizoritë e asaj që ka ndodhur. Përmes avokatit të tyre, familja i është përgjigjur të riut. Teksti i kësaj letre, thot avokati, duket më shumë si një pasqyrim i vetes së tij, pas një vëmendje reale ndaj peshës së veprës së kryer, secili ka të drejtë të shkruaj, po gjithashtu prindërit e Ilarias, gjithnjë familja e saj, vëllai dhe të tjerët kanë të drejtë të mos i pranojnë këto ndjesa. Letra nuk fshin mizoritë e asaj që ka kryer sipas familjes së Ilaria Sulës, e cila përmes avokatit të tyre i është përgjigjur autorit. Ekspertiza urdhëruar nga Prokuroria Publike e Romës për pajisjen e Ilarias dhe celularin e Mark Samsonit do të japë element të mëtejshëm të sistemit akuzues, tashmë graniti ndaj 23 vjeçares që rrëfeu vrasjen e gruas me origjinë shqiptare. Megjithatë, disa aspekte të asaj që ndodhen pas zhdukjes së 23 vjeçares shqiptare me 25 mars mbeten të paqarta. Versioni ofruar hetuesve nga i dyshuari paraqesin aspekte që nuk janë bindëse dhe analiza e tabletit dhe e kompjuterit të sekuestruar nga shtëpia e Sulës dhe smartphone-it të Samsonit mund të rezultojnë thelbësore. Synimi është verifikimi i komunikimeve mes tyre në orët e para vrasjes dhe që i riu vendosi mëngjesin e 26 marsit.